إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Si çdo herë falenderojmë Allahun e plotfuqishëm, sunduesin, krijuesin absolut, atë falenderojmë te ai kthehemi falje ndihmën çdo herë prej tij e kërkojmë për çdo gjë që ne kemi nevojë. Përshëndetjet, salavatet dhe selamet ja dërgojnë pejgamberit ton alayhis salam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë besimtarë muslimanë të cilët e pasojnë dhe deri në ditën e gjykimit dëshmojnë e deklarojnë se nuk ka Zot i cili adhurohet me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala, kurse pejgamberi alayhis salam është i dërguari i tij i fundit. Atë njeri që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mundet me deviju, kurse ai i cili devijon duke i pasu, duke i ndjek qefet dhe epshet e tij personale, prap nuk ka udhëzues për to përveç mëshirës së Allahut nëse e ka planë. Të nderuar xhamatllin të ndashur, besimtarë, jemi një javë nga Ramazani apo një javë prej Ramazanit i cili sapo ka kalu dhe realisht jemi larguar disa ditë prej tij. E ne fillimisht e lutim Allahun që Zoti i Madhërisht neve të na bën kabull dhe të na pranon agjërimin e muajit Ramazanit dhe gjitha veprat që i kena bën këtë muaj, për shkak se kështu duhet të jemi të tillë. Sikur se kanë qenë gjeneratat më të arta të muslimanëve, ata muslimanët e parë pra, në kohën e pejgamberit alayhis salam, cilët kur kalon të muaj Ramazan, 6 muaj ditë, masi që kalon të Ramazani, bënin dua dhe lutshin Allahun që o Zot, pranona Ramazanin, pranona agjërimin, pra edhe pse ka kaluar një muaj, 2 e 3, ata prap e lutshin Allahun që bëna kabull, pranona agjërimin e Ramazanit. E gjithashtu edhe 6 muaj tjera para se me ardhë muaj Ramazanit, ata bënin do, o Zot mundsona me arrit edhe me prit edhe këtë Ramazan që e kena para nesh, për shkak të vlerës së tij të madhe. Andaj na elhamdulillah e patëm fatin dhe e falenderojmë, jemi mirënjohës ndaj Allahut, falendrues çdo herë që ai neve na mundsoi këtë muaj të madh me e kalu. E dikush pati mundësi me shfrytzu ma shumë, dikush ka pas mundësi me shfrytzu ma pak, dikush ka mendu se edhe pa agjëru bën, mirë po pa dyshim ka qenë gabim. Na e lutim Allahun që gjithë ata të cilët nuk kanë mujt me agjëru për ndonjë arsye të arsyeshme edhe të paarsyeshme, e lutim Allahun që Zoti me udhëzu dhe me ja mundësu me agjëru Ramazanat e tjerë dhe me kuptu se si ky muaj nuk ka tjetër dhe se është muaj i veçantë. Kurse tema e kësaj gjumaje pra lidhet më shumë se çka pas Ramazanit. Ne si besimtar musliman qysh duhet me kanë edhe me usill edhe me jetu tash pas Ramazanit. S'ka dyshim se e gjitha lidhet atje me ato ajetin ku thot Allahu subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, ndoshta bëheni të devotshëm. Pra na lidh kuptimin edhe qëllimin e Ramazanit se ai është neve me na bë më të devotshëm, pra më të mirë, besimtar më të mirë, edhe mu afru më afër tek Zoti. Andaj Ramazani nuk është diçka tjetër vetëm se një mënyrë apo një metodë që na me e ngrit veten tonë me përmirësu, pra besimin tonë edhe tek Zoti me u ngritë inshallah, dhe kështu ka qenë i tillë, edhe sadopak inshallah ka ndikuar tek ne që të bëhemi më të mirë se sa që kena qenë në fillim të muajit Ramazanit. Asesi nuk është Ramazani i atill që vetëm mu fal me agjëru edhe me u mundu pak më shumë, si të kalon Ramazani me ja kthy shpinën edhe me u bos si kur s'ka ndodhë kur gjë. Absolutisht kjo bjen kundërshtim me fenë tonë, sepse besimtari duhet me indje ato efektet e Ramazanit, edhe duhet me i përjetu edhe duhet me ditë se Ramazani ka ndiku dhe mos me ja kthy shpinën ashtu edhe me harru derisa të vjen Ramazani tjetër. Do ta lidhim me 2 ngjarje që kanë ndodhur në historinë islame në kohën e pejgamberit alayhis salam, e që pra lidhen edhe me Ramazanin, me bo një krahasim që me kuptu ma mirë.
Në kohën e pejgamberit a.s. në një prej betejave, në betejën e Uhudit apo në luftën e Uhudit, atje ka ndodhur disa ngjarje siç ka ndodhur, dhe një prej tyre është se edhe pejgamberi a.s. ishte lëndu fort në betejën e Uhudit. Në betejën e Uhudit është lëndu aq shumë, edhe aq shumë është mundu prej asaj ngjarje edhe prej babesimtarëve, saqë ja ka nis me u përhap lajmi edhe se pejgamberi vdiq. Njerëzit ato të cilët kanë qenë disa prej njerëzve jo të mirë, apo edhe prej jo muslimanëve, apo prej atyre që kanë pas besimin ma dëpt, kur e kanë i dikush e ka përhap një fjalë të keqe, sepse e keqja, fjala e keqe shumë shpejt përhapet, sikurse si sot që jemi dëshmitarë dhe po e shohim se dikush atje po ndodh dikon kogja lart një dukuri e keqe, një ngjarje e keqe, edhe krejt vendi e merr vesh se çka pas ka ndodh, edhe atë në mesin e asaj dite dikush thotë se Muhamedi ka vdek, edhe e mëtën ata, dhe pastaj fillon një farlloj depresioni apo pesimizmi, edhe një farlloj ftofje në mesin e muslimanëve. Ata hala pa e kuptuar realitetin. Zoti për m'ia pru një shembull e zbret një ajet tek pejgamberi a.s. dhe i thot besimtarëve: "Wa ma Muhammedun illa rasul", Muhamedi nuk është diçka tjetër vetëm se i dërguar i Zotit. Nuk është tjetër veç se i dërguar, edhe para ti kanë kaluar të dërguar, a mos nëse ai vdes ose vritet ju do të ktheheni prapa atij. Pra i tregon besimtarëve se ky është njeri sikurse ju, vetëm se është i zgjedhur i Zotit dhe se ky nuk ka me jetu për gjithmonë. I thot besimtarëve se ky edhe nëse vdek nuk është çudi që ka vdek, pra duhet me u përgatit se ky nuk ka me jetu gjithmonë. Dhe se jap një ders të madh aty në besimtarëve se nuk bëhet kiamet edhe me dek pejgamberi, para ti ka pas edhe pejgamber të tjerë, krejt kanë dek, dhe se pastaj është ringjallja në ditën e gjykimit. Dhe një rast tjetër ka ndodhur në kohën e pikërisht prap me pejgamberin a.s. e tash ai ishte para se me dek. Ky rast tjetër është pasi që vdek pejgamberi a.s. Në Medinë atje, pejgamberi a.s. pasi që ndron një jetë, pasi që jeton 63 vjet dhe ndron një jetë, me të vërtetë është ngjarje e madhe, dhe se muslimanët e përjetojnë shumë rënd këto, sa që 2-3 ditë kalojnë derisa varroset pejgamberi a.s. edhe i kap një emocion, një depresion, një ftofje shumë e madhe besimtarët muslimanë, sa që nuk dinë se çysh me vepru, edhe shumë prej tyre edhe nuk e besojnë, thonë jo bre, nashta s'ka vdek, edhe disa prej tyre thonë jo, nashta ka shku sikurse Musa i ka shku tek Zoti e kthehet apet. Pra është e pa imagjinueshme se atë që me ka dhënë pejgamberin a.s. sa që nuk besojnë se ky për një me ka vdek, edhe harrojnë këtë ajetin që është shpallur shumë më herët para disa viteve. Pra i kap një depresion i madh muslimanët, edhe një mendim negativ. Mirë po në mesin e tyre don Allah dhe ja çon shokut më dashur të pejgamberit a.s. Ebu Bekrit, edhe ai ngritet edhe i thot e jap një fjalë që pastaj ka mbetur deri në ditën e gjykimit çdo herë, edhe mësim për neve, për muslimanët e asaj kohe, me atë fjalë me të cilën i qetëson muslimanët, i jap mësim, edhe pastaj citata qetësohet dhe vazhdon. Thot Ebu Bekri pasi që ngritet i thot: Men kana ya'budu Muhammeden fa inna Muhammeden qad mad wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Thot Ebu Bekri radiallahu anhu, ai i cili ka qenë duke e adhuru Muhammedin, le ta dinë se Muhammedi ka vdek, kurse ai i cili ka qenë duke e adhuru Allahun, le ta dinë se Allahu është i gjallë edhe nuk vdes kur. Pra Ebu Bekri radiallahu anhu i tregon atyne pse na jena kanë të lidhët me Allahun dhe se Muhamedi a.s. pastaj e lexon ajetin që sapo e lexuam më herët, që Muhamedi është vetëm i dërguar dhe ai ka me vdek sikurse ata para tij. Pra i qetëson besimtarët musliman. E neve kjo duhet me na shërbysi mësim me e kuptu se na nuk duhet me e kufizu vetën tonë me adhurime të veçanta, sikurse
muaj i Ramazanit, i cili ka qenë një muaj ditë, me ju përkushtu Zotit, e mas Ramazanit me ja kthy shpinën. Asesi kjo nuk duhet me ndodh me neve si besimtar musliman, për shkak se ne Ramazanin e shfrytëzojna për me ngrit tek Zoti, mirë po na nuk e adhurojna Ramazanin. Ramazani është një mjet për neve me ngrit, me i shfrytëzu të mirat e tij, edhe pastaj me ngrit tek Zoti. Ai shkon, vjen Ramazani tjetër e kështu me radhë, mirë po ai i cili nuk vdes kur për të cilin na edhe jetojmë, edhe adhurojmë, është pikërisht Allah subhanahu wa taala. Edhe se qëllimi i jonë nuk është në diçka tjetër përveç se me arrit kënaqësinë e Zotit, pra që qëllimi është me adhuru Allahun, siç thot Allahu atje neve që na tregon se wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk i kam kriju njerëzit e gjinit për asgjë tjetër vetëm se për me adhuru ato. Andaj ne duhet Ramazanin me shiku edhe sikur, pra me shiku si një sezon të cilën ne e shfrytëzojmë për me ngrit tek Zoti subhanahu wa taala, dhe asesi sikurse diçka tjetër. Edhe një sezon prej cilës ne marrim mësim, edhe i ka pastaj ndikimet tek ne. Pastaj të nderuar besimtar, ne Ramazani e ka efektin e vet dhe i ka dobit e vet dhe i ka veçantitë e veta, mirë po edhe pse Ramazani kaloi, ne tash kemi fillu muajin tjetër i cili është muaji Sheval, edhe ky i ka veçoritë e tjera. Pastaj vjen haxhi dhe pastaj çdo gjë e kalon Allah subhanahu wa taala me një veçori të caktuar edhe me një urtësi të caktuar. Thot pejgamberi alayhis salam në një hadith: men sama Ramadanin thumma ittaba sitta min Shawwal kana ka siyami dahr. Kush e agjeron Ramazanin dhe pastaj e pason atë me 6 ditë nga Shevali, është sikur se ka agjeruar gjithë vitin. Pra nuk duhet vetëm se në Ramazan me kufizu veten, mirë po duhet pastaj me u mundu edhe mujt e tjerë. Për këtë mur ka thonë pejgamberi alayhis salam, ai i cili agjeron Ramazanin edhe i agjeron 6 ditë prej këtij muaji të Sheval, është sikurse me agjeru krejt vitin. Allah ja shkruan atje sikurse me agjeru krejt vitin. Andaj mundësia për me bëu mirë dhe me vazhdu me vepra të mira është edhe jashtë Ramazanit. Andaj është mundësia e artë edhe mirë momentale që na mujna me shfrytëzu në këtë muaj të Shevalit që kanë mbetur edhe 3 javë ditë, me i agjeru 6 ditë prej këtij muaji, ose 6 ran, ose sot një, mas 2-3 ditë një, nuk është pa tjetër me agjeru 6 ditë rjesht. Andaj të nderuar besimtar, të mundohemi edhe të jemi prej atyne që pra e din vlerën e vërtet muajit Ramazan dhe jetojnë me Ramazanin, e shfrytëzojnë sa është, e pastaj jetojnë edhe i reflektojnë ndikimet e këtij muaji, dhe mos të bëhemi prej atyne që vetëm në Ramazan janë të mirë, e 19 muaj të tjerë janë diçka tjetër, për shkak se nuk është qëllimi i Ramazanit dhe i fesë tonë kështu, dhe se feja jonë nuk na mëson në këtë mënyrë. Andaj na i lutim Allahun që ai neve na mundson me qenë prej atyre të cilët çdo veçanti dhe çdo dhunti që Zoti e ka lënë për neve dhe çdo të mirë që ai e ka lënë, sikurse çush është Ramazani, pastaj haxhi, pastaj dita e xhumo, çdo gjë që Zoti e ka lënë për neve, me shfrytëzu që na me ngrit tek ai, dhe se Allahu jo vetëm në Ramazan, jo vetëm në 10 natë e fundit, jo vetëm në natën e Kadrit, mirë po Allahu çdo ditë të kësaj bote Zoti i pranon doat. Allahu është sikur se thot atje kur Xhibrili alayhis salam, me këta dhe përfundojmë, e dim hadithin ku Xhibrili alayhis salam shkon një herë prej herave dhe e pyet pejgamberin alayhis salam se çka është Islami, çka është imani edhe çka është ihsani. E kur e pyet për ihsanin, i thot pejgamberi alayhis salam, ihsani është en ta'bud Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsani është me adhuru Zotin sikurse ai është duke të pa ty. Edhe pse na nuk e shohim Zotin, ai na sheh neve. Pra Allahu neve jo vetëm në Ramazan, jo vetëm në 10 natë e fundit, edhe jo vetëm në natën e Kadrit, mirë po ai çdo ditë të jetës tonë, si natën si ditën, ai neve na sheh, na ndëgjon,
edhe i pranon lutjet e dot edhe veprat e tona. Andaj na duhet çdo ditë mos më dorëzu asnjëherë, çdo herë me lut Allahun dhe me kanë në përkujtim ndaj tij, me i bë do, jo vetëm në Ramazan, jo vetëm natën e Kadrit, mirë po çdo ditë, sepse edhe pse na nuk mujna me pa Zotin, ai neve na sheh, na ndëgjon, edhe është i gatshëm me na pranu lutjet, na pranon lutjet e tona, i ndëgjon kërkesat e tona. Andaj Allah na boft prej atyre që asnjëherë nuk e harrojnë Zotin, as në Ramazan, as jashtë Ramazanit, dhe Allah na boft prej atyre që kur të dalin ditën e gjykimit dhe i peshojnë veprat e tyne, janë prej atyre që veprat e tyne janë të shumta, edhe me të cilat edhe ne e fitojmë me rahmetin e Zotit, mëshirën edhe rahmetin e tij, e pastaj edhe ngritemi në xhenetet e tij. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.